Përshëndetje miq, mirë se ritakojmë sërish në Kjo është koha në këtë transmetim maraton në muajin e begatë Ramazanit, duke shpresuar dhe lutur për gjithë secilin prej jush nga xhamia e Namazjas në Tiranë që këto ditë, këto momente, këto çaste të kenë qenë të begata, të kenë qenë adhurime të pranuara tek Zoti dhe reflektime të thella, pasi pikërisht ky muaj vjen për të na ofruar këtë reflektim që ndoshta nuk i gjejmë në muajt e tjerë. Do të flasim në këtë takim të sotëm për Kuranin, i cili është gjithashtu një prej elementeve shumë të rëndësishëm në muajin e begatë Ramazanit. Se si du ta lexojmë atë? Në fundit çfarë është Kurani, për çfarë ka zbritur, cilat janë ato ndryshime të mëdha që ka sjellë Kurani në jetën e besimtarëve historikisht. Për gjitha këto do ta flasi muftiu i Sarandës, hoxha i nderuar Bedar Mulla. Hoxha mirë se vini. Se vjeta, Allah nderoft. Hoxha, rreth parë agjërim të begat pranuar për ju, për gjithë besimtarët e Sarandës dhe ku do qofshin. Amin, gjithë bashkë, Zoti nderoft. Ne do të flasim sot për Kuranin, duke qenë se Kurani është i pashmangshëm në këtë muaj. Po nëse flasim për gjenezën e këtij libri, pse duhej Kurani, pse zbriti Kurani, kujt i zbriti Kurani, si ishte bota para dhe pas zbritjes së Kuranit, çfarë ndryshime solli ky libër? Atëherë, bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Edhe një herë tjetër, inshallah, lutim Zotin e gjithësisë që këto të bime ti bëj të begata, të dobishme, dhe inshallah paqim sa më shumë Ramazane të begatat, ku Allahu i lartësuar të na përfshijë në mëshirën e tij, në begatinë e tij, ne dhe gjithë njerëzit në përgjithësi dhe në veçanti ata njerëz të cilët janë të përkushtuar në këtë muaj. Amin. Të flasësh për Kuranin, me thënë të drejtën, është një privilegj shumë i madh, por njëkohësisht është edhe një përgjegjësi shumë e madhe. Se bëhet fjalë të flasësh për fjalën e Zotit të lartësuar, të flasësh për atë libër i cili është dritë dhe udhëzim dhe bëri një revolucion në gjithë botën dhe njëkohësisht në jetën e njerëzve. Për të folur për madhështinë e Kuranit famulart, për rolin dhe për efektin që ai dha në njerëzim, mjafton që të kujtojmë qoftë disa fragmente të shkëputura, të shkurtra, se si ka qenë njerëzimi përpara se të vinte ky libër. Sepse normalisht efekti, roli dhe madhështia e librit duket tek ndryshimet që bëri, tek revolucioni dhe njëkohësisht tek dobit që solli. Është interesante përshkrimi i bukur që i ka bërë Xhaferi, i biri i Abu Talibit, radhiyallahu anhum, gjendjes përpara Islamit, përpara se të zbriste Kurani famulart, përpara Nexhashit, përpara mbretit të madh të Abisinisë. Ky ka qenë bashkëkohës i profetit Muhammed, pra ka jetuar në Zotit, po. Kur i thot, pra në momenti që ai e pyet, i thot, o ti mbret i nderuar, ne jemi njerëz të cilët përpara se na vinte ky libër, pra Kurani, dhe përpara se na vinte ky profet, ishim njerëz që nuk ishim norma, nuk ishim standarde. Ishim njerëz të cilët adhuronim idhuj dhe statujat. Njëkohësisht hanim gjërat e mishin e ngordhur, i bënim padrejësi në mënyrë sistematike njëri tjetrit, e shtypnim të doptin, e keq trajtonim fqinjin dhe njëkohësisht bënim të gjitha format e imoraliteteve apo të poshtërsive. Në momenti që na erdhi ky libër na transformoi dhe na bëri njerëz që kuptuam se cili është sensi dhe kuptimi i jetës, por njëkohësisht u stolisëm dhe me cilësi dhe me virtyte të larta. Po ashtu është interesant dhe rrugëtimi në errësirë që bëri Salman el Farisiu, i cili prej Persisë së largët në ato labirinthet e kësaj dunjaje dhe në ato vështirësitë që përjetoi, pra historia e tij dhe si thua rrugëtimi që bëri tregojnë se sa të pakët ishin njerëzit e mirë, njerëzit të cilët ishin të mveshur me ato virtytet njerëzore në tokën e Zotit lartësuar përpara se të vinte Kurani famulart, derisa takoi të dërguarin e Zotit lartësuar. Dhe këtë gjë të gjithën e përmbledh hadithi i profetit ku thot, me të vërtetë Allahu lartësuar hodhi një vështrim, një shikim tek gjithë njerëzit që ekzistonin në tokë përpara se të zbriste Kurani dhe të vinte profeti, përpara se të vinte Muhamedi alayhis salam. Famaqatahum arabahum wa ajamahum. Dhe ishte i zemëruar me të gjithë ata, për veprat e tyre, për besimin e tyre, për sjelljet e tyre dhe për marrëdhëniet që kishin ndërtuar njëri me tjetrin, sepse ata kishin shkëputur raportin me profecinë, kishin shkëputur raportin me librin. Përveç tek tuk dikush që vazhdon dhe akoma ta kishte këtë kontakt me librin apo me profetët e mëparshëm. Erdhi ky libër dhe bëri revolucionin edhe siç e theksuam. Tani pse pikërisht Kurani famulart, pse dërgoi Allahu lartësuar Kuranin? Vetë Zoti i gjithësisë e tregon dhe thekson në Kurani famulart. Kur thot, ky është një libër që ta kemi zbritur ty o Muhammed për t'i nxjerrë njerëzit prej errësirave të shumta ku ishin zhitur në dritën e Zotit lartësuar në të qenurit,
të udhëzuar. Prandaj e përforcon diku tjetër dhe thot in hadha al-Quran yahdi lillati hiya aqwam, ky libër e udhëzon njerëzimin, orienton njerëzimin tek ajo e cila është jo thjesht e mira, por tek ajo që është më e mira. Pra, në një farë mënyrë, Kurani është dritë, sepse ju thatë që është ndriçim për ato errësira dhe njeriu mund të zhytet në errësira të ndryshme. Po, si është një jetë me Kuranin dhe një jetë pa Kuranin, pasi njerëzit gjithsesi kanë forma të ndryshme se si besojnë. Cili është, po themi, boshti i Kuranit në aspektin e besimit? Në çfarë fton ai kryesisht? Njerëzit dhe përpara zbritjes së Kuranit famullar kanë besuar. Mirë po, besimi i tyre ka qenë besimi ndikuar nga traditat, ka qenë besimi ndikuar nga zakonet, ka qenë një besim i paqartë, ka qenë një besim jo i qëndrueshëm. Në momentin që zbriti Kurani famullar, ndryshon çështja. Pra një besim i tillë normalisht nuk ka për të dhënë fryte, një besim i cili nuk ka një referencë, nuk i referohet burimit, nuk i referohet me fjalë librit e Zotit lartësuar. Patjetër që do të jetë një i paqartë dhe sipërfaqësor. Njerëzit nuk kanë për të patur vetdijesim dhe njerëzit nuk kanë për të njohur ligjet e Zotit, qëllimet e jetës. Prandaj nëse shohim në periudhën përpara se të zbrisë Kurani famullar, do shohim që mbizotëronin në njerëzim zakonet ose traditat të cilat ishin të shkëputura nga feja, nga ligji i Zotit, nga udhëzimi, njerëzit ishin të zhytur në idhujtari, ishin zhytur në padrejsi, kurse një besim që ka një referencë, ka një libër, ka një kontaktin me profetin, patjetër që do të jetë i qëndrueshëm, do të jetë i qartë, do të jetë gjithëpërfshirës, përfshi mendjen e njeriut, zemrën, shpirtin e njeriut, përfshi veprat e tij, qenin e tij dhe rregullon të gjitha situata ato poret e jetës së njeriut. Patjetër që ka një dallim jashtëzakonisht të madh. Pra, në një kohë ku çdo gjë mund të arrihet shumë shpejt, siç koha ku ne jetojmë dhe ku njerëzit kërkojnë kryesisht të arrijnë gjithçka, nëse nuk kanë mbritur te kuptimet e Kuranit, mund të themi që janë të dështuar në formë ose kanë humbur shumë nga mundësia që ju ka dhënë jeta. Që në momentin që ne kemi bindjen absolute se Kurani është fjala e Zotit, është ligji i Allahut, është ajo që ka dash Allahu i lartësuar për të lulëzuar kjo tokë. Që në momentin që dikush privohet nga fjala e krijuesit, nga plani, nga platforma, nga projekti madhor dhe gjigant që ka krijuesi, me atë që e ka quajtur më këmbësi i tij në tokë, Khalifetullahi fil ard, që është njeriu, që një më fisnike që ka krijuar Zoti i gjithësisë, për momentin që njeriu e shkëput kontaktin me këtë libër, detyrimisht është i privuar. Ndërkohë njeriu përmes Kuranit njeh Zotin, njeh besimin e drejtë, po ndërkohë si e njeh veten përmes Kuranit, pra si e ndihmon Kurani për të njohur ato dimensionet dhe ato realitetet brenda vetes së tij. S'ka dyshim se Allahu i lartësuar në Kuranin famullar ka thënë që unë nuk kam lënë diçka mangët në këtë libër. Pra është një libër i cili ka sqaruar dhe ka qartësuar gjithçka. Dhe për gjërave të bukura dhe të mrekullueshme që ka libri i Zotit lartësuar, është edhe se na jep në një përshkrim të detajuar në lidhje me vetveten tonë, kush jemi ne. Duke filluar që nga përjardhja, kush na solli në ekzistencë, qëllimi i ekzistencës, misioni fisnik që ka njeriu, të drejtat e tij, detyrimet, përgjegjësitë, rolet dhe funksionet që ka, duke filluar që nga fëmijë, pastaj i ri, pastaj me ato përgjegjësitë më të theksuara, bashkëshort, kryefamiljar, e pror, nënpunës, një qytetar, pra të gjitha funksionet që ka. Të gjitha këto Kurani famullar i detajon. Por gjithashtu, jo vetëm rolin e njeriut, mirë po Allahu lartësuar në Kuranin famullar trajton në lidhje me njeriu edhe gjithçka që i lipset për sa i përket qartësisë së rrugës. Ka një rrugëtim drejt Zotit lartësuar. Kjo rrugë do sinjalistik e ka qartësuar që të gjithë sinjalistikën, kjo rrugë ka rreziqet e saj, po ashtu i ka qartësuar që të gjitha rreziqet. Dhe mbi të gjitha dhe është interesante, Kurani merret shumë edhe me mangësitë e theksuara të njeriut. Nga njëra anë sjell një paket kujdes, si thotë se këto janë mangësitë tua o njeri, por nga ana tjetër jep dhe ofertën se si ti plotësoj këto boshllëqe dhe këto mangësi. Për shembull, njeriu është i paduruar, njeriu është i nxituar, njeriu harron shpejt, njeriu është mosmirnjohës, njeriu është i dobët, ama si do ti plotësoj këto boshllëqe? Ja jep Allahu lartësuar në mënyrë të mrekullueshme, ja plotson nëpërmjet orientimeve të ndryshme apo citateve të ndryshme në Kuranin famullar. Po Kurani ai i cili po themi orienton rrugën dhe i kuron këto mangësi. Absolutisht, prandaj ja ka qelluar ai i cili e ka quajtur manual. Pak të manual ne nuk mundemi që të orientohemi, të udhëzohemi dhe të ndryshojmë
në jetën tonë, për përditshmërinë tonë. Ndërkohë Kurani flet dhe për botën tjetër, flet për atë që ne nuk e shohim, po duhet ta besojmë sipas Kuranit. Absolutisht. Pra për parajsën, për xhehenemin, për llogarinë, për gjyqin e madh, për atë momentin ku do të bëhet bilanc i çdo veprimi dhe i çdo sjelljes që të gjithë secilit për nesh. Si duhet lexuar ky dimension i Kuranit, duke qenë se është një pjesë e rëndësishme e Kuranit? Kurani është në shërbim të njeriut. Allahu i lartësuar, pra mëshira, Kurani mëshiron, Kurani manifeston atë mëshirën, atë përkujdesjen hyjnore me njeriu. Duke filluar që sjelljen e ekzistencë të këtij njeriu, por njëkohësisht duke i qartësuar të gjithë rrugën dhe duke e paralajmëruar apo duke i qartësuar gjithçka që ka të bëjë me të. Qëndrimin e tij në këtë botë, mënyrën se si duhet të qëndrojë në këtë botë, me fisnikëri, me njerëzllëk, por njëkohësisht jo vetëm këtë fragment, sepse jeta në këtë botë nuk është gjithë, vetëm një fragment i të tërës, i asaj të gjithës që e përfshin njeriu. Por dhe rrugëtimin pastaj duke filluar me dorëzimin e shpirtit, me jetën në varr, me daljen në botën tjetër, me ringjalljen, me dhënien e llogarisë, me përshkrimin e xhenetit, derisa të arrijë përfundimisht në kënaqësinë e Allahut të lartësuar që është xheneti. Prandaj gjithçka që ka të bëjë me njeriu, në shërbim të njeriu, në mënyrë të detajuar, ku përfshin shumë mëshirë, shumë përkujdesje, shumë ledhatim për njeriu, Kurani famulart është një paketë e përsosur, prandaj dhe thamë që është i privuar me të vërtetë ai i cili ka hequr dorën ose në një farë mënyrë nuk ka kontakt me këtë libër. Ju po thoni që Kurani është një udhëzim i plotë, është një manual gjithëpërfshirës i gjitha dimensioneve të jetës dhe shpesh na duhet një këshill, na duhet një referencë, na duhet një inkurajim kur jemi në situata të vështira, kur kemi sfida, kur kemi problematika, na duhet një këshilltar. Ju po thoni që nuk ka këshill më të mirë se sa Kurani, nuk ka orientim më të mirë sa fjala e Zotit. Çfarë orientimi ofron Kurani veçanërisht në situata sprove, vështirësie dhe problematikash? S'ka dyshim që pjesë e jetës së njeriu janë dhe sprovat, janë dhe krizat, janë dhe vështirësitë, janë dhe udhkryqjet. Dhe Allahu i lartësuar i cili ka dash hikmeti, urtësia Allahu të lartësuar që të ekzistojnë dhe vështirësitë në këtë botë, Zoti i gjithësisë ka zbritur paketë dhe zgjidhjen. Dhe s'ka dyshim që zgjidhja është pikërisht në këtë libër të mrekullueshëm. Duke filluar që nga ajo duaja mrekullueshme që ne themi në momentin e vështirësisë. Është një dua, është një lutje interesante, shumë e bukur, që na orienton e i dërguari i Zotit lartësuar, alayhis salam, ta themi në momentin kur ka kapluar mërzitja, stresi, ankthi, ta është bllokuar ndoshta ajo rruga, dhe thot, i drejtohemi Allah duke lavdëruar Zotin, pastaj i themi, unë të kërkoj o Zot, ta bësh Kur'anin, an taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi, wa nura sadri, wa jalaa hami, wa dhahaba huzni. Pra të kërkoj o Zot që Kur'anin ta bësh pranverë të zemrës time, ta bësh shkak për largimin e mërzitjes, të brengave, të anktheve dhe të vështirësive të mia. Pra, në momentin e vështirësisë, në momentin e blokadës, në momentin e problemit, direkt Allahu lartësuar nëpërmjet profetit alayhis salam na orienton që zgjidhjen e keni, kurrën shëruese, qetësuese e keni tek Kurani famulart. Prandaj thot: "Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka." Kush i kthen shpinën librit tim është i destinuar të ketë një jetë të vështirë. Është i destinuar të ketë një jetë të vështirë. Jo vetëm kaq, jo vetëm, pra nuk është zgjidhja vetëm tek një lutje. Mirë po duke shfletuar, duke lexuar, duke medituar thellë në Kur'anin famulart, ne kuptojmë natyrën e sprovës. Po gjithashtu dhe zgjidhjen se si ta tejkalojmë sprovën. Ne njihemi në Kur'anin famulart me natyrën e dunjas, që është e përkohshme dhe normalisht është një test. Njihemi me natyrën e përjetësisë të xhenetit dhe kjo na lehtëson çështjen. Njihemi me modelet e përkryera, ato idealet që na frymëzojnë, na motivojnë për t'i kaluar këto vështirësitë. Me të gjitha këto janë një paketë që nëse mediton në librin e Zotit lartësuar, me të vërtetë lehtësohen dhe të i kaluan edhe sprovat dhe vështirësitë. Prandaj është më se e sigurt që është vështirë dhe gjë është për mos thënë e pamundur, njerëz më durimtar, më solid, më të qëndrueshëm, madje më mendim mirë për Zotin e gjithësisë në vështirësi, në sprov, nuk është e vështirë për mos thënë e pamundur të gjerë se sa muslimani. Pra, një besimtar i mirë mendon që çdo, po themi, lloj fati që i bie, ose çdo kader vjen me urtësinë e tij dhe ka atë urtësinë edhe pse ndoshta situata mund të jetë her pas here edhe me dhimbje, her pas here edhe me vështirësi. Po ndërkohë në natyrën e njeriu është që ai të aspirojë më të mirën, të zotërojë sa më shumë, të arrijë në nivelet më të larta,
të jetë njeriu pse jo dhe më i rëndësishëm dhe më me ndikim. Po Kurani ndoshta gabohem e qorton këtë po themi kufizim vetëm në aspektin e pushtetit, e pares, sepse kujton atij botën tjetër, i kujton atij po themi daljen para Zotit, i kujton atij parajsen. Si ti balancojmë këto aspirata materiale dhe shpirtërore? Në mënyrën më të bukur dhe më të lehtë të mundshme. Pra përsëri nëse thellohemi, meditojmë, e studiojmë librin e Zotit lartësuar, do të shohim se Allahu lartësuar e ka krijuar njeriu dhe e ka mundësuar që të dyja ato, ta ushqejë dhe shpirtin e tij dhe zemrën e tij, të përgatitet fuqishëm dhe për përjetësinë e tij, për botën tjetër dhe të investojë fuqishëm, por njëkohësisht sa bukur thot Allahu lartësuar që të gjitha kënaqësitë, të gjitha bukuritë, stolitë dhe gjërat e lejuara të këndshme në këtë dunja unë i kam bërë për njeriu. Në përgjithësi enkas për besimtarin. Ai është ai më meritori për të shijuar mirësitë e Allahut të lartësuar në këtë botë. Prandaj Zoti i gjithësisë absolutisht nuk ka vendosur kufi për atë që është e këndshme dhe lejuar për besimtarin, përveç nëse është ndaluar dhe përveç nëse është e dëmshme. Prandaj besimtari i mençur, i cili jeton me frymën e Kuranit famëlar dhe me udhëzimet e Kuranit famëlar, i harmonizon dhe i ekuilibron në mënyrën më të mirë dhe atë shpirtëroren, po dhe atë materialen. Nëse pastaj anon apo e përmbys të peshore dhe këtë ekuilibër në favor të asaj materiales dhe haron shpirtëroren, haron qëllimin e ekzistencës, haron investimin për në botën tjetër, bëhet shkak me fjalë këto kënaqësitë e kësaj dunjaje apo si thua grumbullimi, po themi i paras dhe rendja pasaj, në dëm të kësaj shpirtërores apo në dëm të investimit për në botën tjetër, këtu pastaj është rreziku i madh. Dhe mjafton të përmendim dy gjëra shumë interesante që i ka thënë një i dërguari i Zotit lartësuar dhe një e gjejmë në Kur'anin famëlar për të kuptuar rrezikun e kësaj çështje. E para është një hadith ku Muhamedi alayhis salam thotë, në lidhje me atë lakminë të tepruar, në lidhje me rrezikun kur prishen dhe përmbysen ekuilibrat, thotë dy uqër të lëshuar në një tufë me bagëti, po dy uqër të uritur madje, jo thjesht kështu, të lëshuar në një tufë me bagëti të pambrojtur, pra ai bariu nuk është aty, nuk mund të bëjnë më shumë dëm në këtë tufë, në këtë me bagëti, se sa dëmton njeriu lakmia për para, lakmia për pushtet, se sa e dëmton në fe dhe në dignitet. Që do thotë, nëse nuk i vendos fren, nëse nuk e kontrollon, nuk është çudi që ta nxjerrë dhe nga ajo njerëzoria dhe të cënoj edhe atë raportin e ngushtë që ka me Zotin e gjithësisë dhe njëkohësisht të rrezikojë dhe përjetësinë. Nga ana tjetër, Allahu lartësuar në Kur'anin famëlar në mënyrë të përkryer vendos dhe ekuilibrin që duhet të ketë besimtari. Po i pasur sa të duash, grumbullo prej të mirave që ka caktuar Zoti i lartësuar dhe ka krijuar në këtë botë, sa të duash për kujdes, duke patur parasysh 4 elemente. Këto Allahu i lartësuar i ka përmendur nëpërmjet këshillave që i dhan njerëzit e mençur Karunit. Karuni është simboli i pasurisë, po që u shkatrua nëpërmjet pasurisë. Ai personazh shumë i pasur, ndoshta një prej njerëzve më të pasur në botë, absolutisht. Po me përfundim të nënçmuar. Të dhimbshëm. Me të vërtet të dhimbshëm. Dhe çfarë i than? 4 këshilla, të cilat duhet me të vërtet të jenë një paketë orientuese për çdo besimtar dhe për çdo njerëz të mençur. La tafrah, mos u bëj arrogant me të mirat e Zotit. Allahu nuk i do njerëzit që të cilët bëjnë arrogant me mirësi që vetë Allahu i lartësuar u ka dhënë. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah. Me këto mirësi që të ka dhënë Zoti, me këtë pasuri ke mundësi të fitosh xhenetin, të blesh xhenetin duke u bërë mirë njerëzve të apo krijesave të Allahut të lartësuar. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilek. Bëj mirë me mirësitë që ka dhënë Zoti i gjithësisë. Bëj mirë, jep zakatin, jep sadaka. Ola të nëse nasibeke minë dunja, dhe mos i harro dhe kënaqësitë, në kuptimin mos i lë pas dore dhe kënaqësitë e kësaj dunjaje, kënaqur, shfrytëzoje këtë pasuri për të kënaqur veten tënde, për të kënaqur familjen tënde, e ke të lejuar plotësinë nga Allahu i lartësuar. Wala tabghi al-fasada fi al-ard, dhe mos bëj shkatërim me pasurinë që të ka dhënë Allahu në tokën e Zotit, se Allahu nuk i do ata që bëjnë shkatërim. Çdo njeri i mençur që merr këto 4 mesazhe dhe ekuilibron angazhimet e tij në jetën e kësaj bote, padyshim që do të jetë me të vërtetë i suksesshëm në të dyja këto. Dhe besoj ata që e kuptuan më mirë dhe zbatuar më drejt të Kur'anit ishin bashkëkohësit, shokët e profetit Muhammed alayhis salam, dhe ne gjejmë që prej më të dalluarve për tyre
shumica kanë qenë tregtar, kanë qenë të pasur. Absolutisht. Pra kanë ditur të bëjnë bashkë midis pasurisë dhe virtytit. Është kjo diçka që i përket vetëm njerëzve të zgjedhur, pra vetëm atyre që kanë qenë afër profetit, apo çdo kush mund të arrijë këtë ekuilibër? Kjo është dhe madhështia e Kuranit famulart. Sepse vazhdojnë udhëzimet e tij dhe përfitimet, orientimet dhe mësimet që marrim prej tij janë të përjetshme. Vërtet, i dërguari i Zotit ne nuk e kemi luksin që ta kemi mes nesh, të ta dëgjojmë kështu ballë për ballë, ku na orienton, ku na mëson. Mirë po, ka lënë pas atë trashëgiminë madhështore, ka lënë Kur'anin famulart, ka lënë modelin e tij. Prandaj çdo njeri i cili përqendrohet fort te këto mësime dhe te këto udhëzime, pavarësisht në çfarë kohe, etape jeton apo kohe jeton, pavarësisht sa të vështira mund të jenë rrethanat, sa të vështira mund të jenë dhe sfidat, nëse ecën me këto udhëzime, me ndihmën e Zotit, lehtësisht ja del të bëhet një njeri model. Padrejtësitë janë kryesisht një faktor në cilën ankohen dhe individët, po dhe shoqëritë. Dhe sot më shumë se kur shoqëria ndoshta globale është zhytur në padrejtësi të thella ku gjithnjë më tepër shfaqen situata, skandale, konflikte, luftra që e surprizojnë për keq çdo ditë më tepër qenien njerëzore. Nëse bota do të kishte më tepër Kur'an, nëse kuptimet e Kur'anit do të ishin prezente në shoqërinë tonë, po dhe më gjerë, çfarë efektesh do të jepte në raport me padrejtësitë? Një prej shkaqeve kryesore pse Allahu i Lartësuar e zbriti Kur'anin dhe dërgoi profetin është pikërisht për të shpëtuar njerëzimin nga padrejtësitë e shumta dhe errësirat e shumta ku ishin zhytur. Dhe padrejtësia më e madhe normalisht ishte ajo që i adresonin Zotit të gjithësisë. Shirku, idhujtaria, paganizmi dhe kështu me radhë. Por njëkohësisht dhe padrejtësitë që ata i ushtronin njëri tjetrit në forma të ndryshme. Dhe po të vëmë re, të gjitha dispozitat që janë në librin e Zotit Lartësuar, në thelb kanë drejtësinë, dhe në thelb kanë për të shpëtuar për të çliruar njerëzimin nga padrejtësia. Po të marrim dhe të shohim të gjitha ndalesat, haramat, që kur përmendim ne edhe që ligjërojmë atë termin haram ndoshta fiksohet në mendjen e njerëzve sikur kjo fe me fjalë ka ardhur për vetëm për të vendosur kufi, për të vendosur barriera, për të thënë mos këtu dhe mos aty. Jo. Ti marrë dikush dhe pse jo edhe e sfidojmë, këdo me fjalët. Të marrë dhe të studiojë Kur'anin famullar dhe të shohë të gjitha ndalesat që janë në Kur'anin famullar, janë në shërbim të njeriut dhe vetëm për t'i garantuar njeriut 5 gjërat më të shtrenjta të shenjta që Allahu i Lartësuar i ka dhënë, për t'i garantuar besimin e pastër, në të kundërt bien padrejtësi, për t'i garantuar jetën, për t'i garantuar nderin, për t'i garantuar pasurinë dhe për t'i garantuar logjikën. Këto e bëjnë njeri, e përbëjnë njeriu. Në çdo gjë që cënon një prej këtyre të pestave, automatikisht është e ndaluar. Prandaj të gjitha format e padrejtësisë, ato që cënojnë logjikën, ato që cënojnë nderin, ato që cënojnë jetën e njeriu, ato që cënojnë besimin e pastër, Kur'ani famullar i lufton jashtëzakonisht shumë. Dhe i dërguari i Zotit Lartësuar ka përmendur një term i falimentuar. Falimentuar është ai njeri i cili pikërisht cënon këto të shenjta që Allahu i Lartësuar u ka mundsuar njerëzve. A dini se kush është i falimentuar? I thanë i dërguari i Zotit, falimentuari tek ne është ai i cili nuk posedon lek, pasuri. Tha jo, është dikush tjetër më i falimentuar se sa ky. Është ai i cili ndoshta ka bërë punë të mira, si thua, adhurime në jetën e kësaj bote, mirë po ka qenë kaq shkujdesur me veten e tij, ka cënuar të drejtat e njerëzve, u ka bërë padrejtësi dhe zullume të shumta atyre dhe sili e doj do dalë përpara Zotit Lartësuar dhe ata do të marrin të drejtat e tyre, merret dhe zhytet në zjarrin e xhenemit. Prandaj, padrejtësia është errësira më e madhe në ditën e gjykimit dhe Allahu i Lartësuar thotë mos pandehni dhe mos mendoni se Allahu është i shkujdesur ndaj padrejtësisë, ndaj zullumeve që bëjnë njerëzit. Prandaj Kurani famullar në këtë aspekt është ai i cili e çliron më së shumti njerëzimin nga këto lloj padrejtësisht. Duke madje nuk e teprojmë edhe nëse themi që edhe bimët përfitojnë, edhe kafshët përfitojnë, edhe ambienti përfiton nga këto udhëzime të Kuranit famullar, sepse ndreqet njeriu, ndreqet dhe gjithçka që e rrethon njeriu. A mund të themi se në raport me padrejtësitë tjetri ndoshta është më i rëndësishëm, pra nëse duhet kemi kujdes për padrejtësinë që mund t'i bëjmë vetes një herë, ndoshta në raport me tjetrin do të kemi 2 herë, pasi marrëdhënia me tjetrin duket sikur është më e rëndë se sa marrëdhënia me veten tonë. Patjetër. Allahu i Lartësuar i ka dhënë një potencial shumë të madh njeriu. Dhe këtë potencial njeriu nëse nuk e kontrollon, nëse nuk e orienton për mirë, dhe nëse
nuk kontrollon si thua ato shqisa, në veçanti ajo të folurit ose të ushtruarit, të dorës apo të pozitës, të pushtetit, të fuqisë, të hapësirës që mund të ketë. Nëse nuk i kontrollon këto dhe pastaj cënon qoftë dhe ndjenjat e njerëzve, lere me pastaj gjakun e tyre apo diçka tjetër më të madhe, është i ekspozuar ndaj një rreziku shumë të madh, ndaj një dënimi poshtërimi në këtë botë dhe pastaj ndëshkimi të përhershëm në botën tjetër, Zot na ruaj. Prandaj i dërguari i Zotit lartësuar ka paralajmëruar jashtëzakonisht shumë në lidhje me padresinë. Dhe muslimani është ai i cili mëngjes dhe mbrëmje bën një bilanc, bën një analizë dhe është shumë i interesuar që të tjerët të jenë të çliruar nga dëmi i tij. Dhe ky është i shpëtuari. A dini ju, thot Muhamedi alayhis salam në një thënie shumë të bukur, se kush është ai më i miri i muslimanëve, ai më i shpëtuari, ai më i qeti, më i sigurti dhe ai që ka më të garantuar xhenetin e Zotit, i thanë Allahu dhe dërguari i tij, e di më së miri o dërguari i Allahut. Tha është ai i cili të tjerët janë të shpëtuar prej gjuhës dhe prej dëmit të tij. Prandaj në këtë aspekt lutim Zotin që ne të na bëjmë më të mirët. Dhe të tjerët qofshin të çliruar nga dëmi dhe nga padresia jonë. Dhe së fundmi flasi pak për modelet që ofron Kurani, ato modele njerëzore që mund të jenë të arritshme dhe të prekshme nga të gjithë. Faktikisht çdo brez i ri është i etur për të njohur modele që e bëjnë më të rëndësishëm, më të mirë, më të fortë, më të suksesshëm. Po Kurani kryesisht flet për personazhe dhe modele të së shkuarës. Si mund të frymëzohet një brez i cili synon të ardhmen me modele të së shkuarës? Atëherë, ajo që është interesante dhe që duhet të kuptojmë është se Kurani famëlar është një libër që Zoti i Gjithësisë e ka bërë mëshirë për mbar njerëzimin dhe për gjitha kohrat. Me të vërtet, përmenden disa modele me emër në Kur'anin famëlar, duke filluar që nga profetët, por dhe të tjerë elementë të cilët kanë qenë me fjalë model dhe kanë përçuar, kanë frymëzuar ndoshta shoqërinë, njerëzimin me qëndrimet e tyre, me parimet e tyre, me qenurit parimor. Mirëpo, Kur'ani famëlar ka lënë bazat, ka lënë parimet, ka ndërtuar themelet, ka treguar rrugën. Dhe tani lehtësisht secili mund ta marrë këtë model dhe ta ushtrojë, pavarësisht se ku jeton dhe pavarësisht në çfarë shoqërie dhe pavarësisht se në çfarë kohe jeton. Prandaj ai i cili orientohet dhe udhëzohet në Kur'anin famëlar, e lexon, e shfleton, mediton atë, e gjen veten e tij. Pra, shikon një komunikim hyjnor shumë të thjeshtë për të kuptuar, nuk është një libër që u adresohet vetëm intelektualëve, njerëzve të cilët kanë mbaruar një shkollë të caktuar. Një libër që mund të merret lehtësisht dhe të lexohet dhe të kuptohet dhe nga njerëzit normal dhe të thjeshtë, dhe është një komunikim i drejt për drejt prej Allahut të lartësuar dhe ti kupton dhe thua të duket sikur të flet ty Zoti i Gjithësisë. Prandaj e gjen veten tënde në këtë libër dhe përfshihesh tërësisht dhe krejtësisht në këtë libër. Prandaj vërtet këto modele, ndoshta për sa i përket kohës janë të kohës së shkuar, mirë po baza, themeli që ka hedhur Zoti i lartësuar, parimet që janë në këtë libër, rruga që ka shtruar Zoti, lehtësisht mund të ushtrohet dhe këto modele mund të merren dhe të ndiqen nga të gjithë njerëzit. Ju falenderoj shumë për këtë bisedë, për këto këshilla, për këto refleksione. Zoti shpëlbeft. Zoti nderoj dhe ti. Nërmiq, ky ishte edhe takimi i sotëm, këto ishin minutat ku ja dedikuam Kuranit si një udhërfyes, si një reflektues për jetën e gjithë secilit, pavarësisht kohës ku ndodhet ai, pavarësisht situatave dhe rrethanave, pavarësisht moshës dhe pozitës. Kurani është fjalë e Zotit, ai i ka krijuar të gjithë, ai i njeh të gjithë dhe ai përmes tij i udhëzon dhe i frymëzon të gjithë. Të gjithë në kuptojmë ata të cilët e synojnë të vërtetën, e kërkojnë të vërtetën. Ju falenderoj që qëndruat me ne, miru takosh.